Një debat I fortë ka ndodhur mes Selin dhe Rogertit në shtëpinë e Big Brother VIP5 duke tensionuar atmosferën mes banorëve. Ngjarja ndodhi teksa Selin ishte ulur në divan ndërsa Rogerti, që ndodhej pranë saj, nisi të fliste për Mirin duke akuzuar se ajo ka ndjenja për të, teksa Selin qëndronte e ulur. Rogerti e preku, gjë që bëri që banorja të reagojë menjëherë duke I kërkuar që të mos e prekte. Selin u ngrit në këmbë duke bërtitur ndaj tij, ndërsa Rogerti u kundërpërgjigj duke thënë se kishte prekur vetëm shapkën dhe I kërkoi të kishte kujdes me këmbën. Situata u tensionua edhe më shumë duke bërë që Stenaldo, I cili ndodhej pranë tyre, të ndërhynte për të mbajtur Selin larg Rogertit. Më pas ndërhyn edhe banorët e tjerë për të qetësuar situatën. Pas debatit, Selin u largua nga ambienti dhe u fut brenda e përlotur. Pjesë nga debati, Rogerti: "Pse e she me ato sy helmues? Ke rënë brenda me Mirin, pse nuk thua të vërtetën? Të ka egzaltuar Miri?" Selin: "Mos më prek mua, mos më prek idiot." Rogerti: "Shapkën preka, kujdes me këmbën." Selin: "Mos më prek, po të them mos më prek." Rogerti: "Kujdes." Selin: "Po të them mos më prek, o I pa fytyrë, ignorant, idiot." Selin aty është acaruar edhe më shumë dhe është ngritur në këmbë, duke I treguar në fytyrë e duke I thënë Rogertit se unë të vras. Menjëherë kanë ndërhyr banorët e tjerë të cilët kanë tërhequr Selin dhe kanë shtyr Rogertin, ndërkohë që për këtë ngjarje pritet reagim pasi kërcënimet me jetë janë të ndaluara. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. I uftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.